kur njëri partner mban të gjithë peshën e familjes. Në shumë familje lind një situatë e vështirë. Njëri partner mendon se tjetri nuk bën mjaftueshëm, ndërsa tjetri ndihet i pavlerësuar dhe tërhiqet emocionalisht. Shpesh dëgjojmë shprehje si "nuk kam nevojë për burr, mund t'ja dal vetë, ai nuk është i denjë për mua". Por çfarë ndodh kur njëri partner largohet ose nuk merr më të njëjtën përgjegjësi? Atëherë, partneri tjetër mund të përballet me të gjitha sfidat e jetës së përditshme: sigurimin e të ardhurave, pagesën e shpenzimeve, kujdesin për fëmijët, organizimin e shtëpisë dhe barrën emocionale. Në atë moment, shumë njerëz kuptojnë se një marrëdhënie nuk mbahet vetëm nga dashuria, por edhe nga bashkëpunimi, përgjegjësia dhe respekti ndërsjellë. Nga ana tjetër, ka edhe familje ku është gruaja ajo që mban peshën kryesore dhe nuk vlerësohet nga partneri. Edhe kjo krijon lodhje, zhgënjim dhe konflikte. Mësimi është i njëjtë për të dyja rastet. Një familje nuk fiton kur burri dominon apo kur gruaja dominon. Ajo funksionon kur të dy partnerët respektojnë dhe vlerësojnë kontributin e njëri tjetrit. Respekti nuk fitohet me fjalë, por me vepra. Dhe mungesa e respektit, pavarësisht se nga cili partner vjen, dëmton marrëdhënien. Pyetje për diskutim. Sipas jush, çfarë dëmton më shumë një martesë? A. Mungesa e respektit, B. Mungesa e komunikimit, C. Mungesa e përgjegjësisë, apo diçka tjetër? Shkruani mendimin tuaj në komente.